يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetin vazhdim në surën Nisa وَبَتَّلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. Testoni jetimat në kohën kur e arrin jekurin. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. Nëse e shihni se kanë arrit aftësi, jepjeni pasurinë, dorëzoni pasurinë e tyre që e kanë. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا. Dhe mos e keqpërdorni pasurinë e tyre në asnjë formë. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ. Kushdo që është pasunik në të kujdeset për pasurinë e vet. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. Kush është fukara në gjinet mundësinë e vet që e ka. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. Kur të dorëzoni pasurinë jetimave, فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ. Dëshmoni këtë çështje se ja keni dorëzuar pasurinë e tyre. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. Mjafton që Allah subhanahu wa taala ju llogaritë dhe ka më marr llogari për veprimet që i keni bërë. Në ajetet e mëhershme, Allah subhanahu wa taala ka treguar përgjegjësinë burrave ndaj përgjegjësinë e njerëzve, atyre të cilët kanë jetima, përgjegjësinë që kanë për ta edhe llogarinë që kanë me dhënë të Allahu. Gjithashtu, burrat që kanë përgjegjësinë për gratë e tyre dhe llogarinë që kanë me dhënë të Allahu subhanahu wa taala dhe ata të cilët kanë nën kujdesin e tyre njerëz me të meta, fizike ose mendore, kanë me dhënë llogari për pasurinë e tyre nëse kanë pas menaxhim edhe për ata që e kanë pas në udhëheqjen e tyre. Në këtë ajet Allah subhanahu wa taala kushdo që ka përgjegjësi jetima dhe kur e ka marrë përgjegjësinë për jetimave, ka marrë përgjegjësinë edhe e pasurinë tyre që kanë pas ata, toka, shtëpia, çka do që u kanë lënë prindërit e tyre. Pasurinë e tyre nuk do të më ia dhënë derisa të jenë ata të vogël, për shkak se ata nuk dinë me menaxhu. Pasurinë e tyre nëse ka mundësi me shtim tregti, lejohet me shtim tregti edhe fitimin pastaj me ia dhënë atyre se është pasurinë e tyre, nëse jo të paktën me rujt çat pasurinë që e kanë. Derisa nisen me urrit. Kurse Ibn Abbas Allah subhanahu wa taala qoftë kënaqur me të kur ka fol për jetimat, kur rriten jetimat, ka thonë, ka mundësi jetimi u bë me mjekër, që më thonë i ka dojnë mjekra u rrit, por nëse nuk është i aftë me punu e me sigurue jetesën për veti, hala është jetim. Thotë, nuk është jetim se i ka bo 15 vjetë. Tash nuk është jetim ma. Ka hinë moshën madhore, tash nuk është jetim ma. I ka bo 16 vjetë, tash nuk është jetim ma. Nuk llogaritet kështu. Ibn Abbas thotë llogaritet nëse e ka mri aftësien, ky me punu vetë, edhe më koni aftë me nxirr fitimin, edhe me menaxhu, që atëherë nuk është jetim. Edhe nëse i bën 20 vjetë, se ka mri hala që pjekuri, hala është jetim. وَبَتَّلُوا الْيَتَامَى. Allah subhanahu wa taala testoni jetimat, do thonë me provue o rrit deri me në farboshe, me provue me shtime punu diçka, me provu me bona e zanot diçka, me provu me menaxhu diçka, me provu me fizik diçka, masane kur punon mi dhon
pare, me dhonë pasuni, po qysh që po bën me pasunien që e fiton, ose pasunien që e kalon prind, kjo e ka, nuk është që këtë të harujt, por gjesat e tyre, u abtelu l'yatama hatta idha balaghu nikah. Testoni jetimat, derisa tash me pase kanë mrinë në kohë të pjekurisë së janë. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. Nëse e shifni se këta tashmë janë taft, edhe me fitue, edhe qatë fitim që e kanë din me menaxhu, nuk e qojnë kot, nuk e hargjojnë, nuk e shpenzojnë në sendet kota, atëre jepjani pasunien e tënde. Duke u kujdes që pasunia e tënde, edhe mos i ta marrin ata, mi u ndihmua vetë që mos me quë pasunien në shpenzim të kotë. O man kana ghaniyan falyasta'fif. Kush është pasunik? Edhe për jetimave, se ka mundësi, ka njerë jetimat janë pasunik, që i kanë lënë prind të vetë pasunik. Por edhe në përgjithësi. O man kana ghaniyan falyasta'fif. Kush është i pasën, shpenzimet në t'i ban me kontrol. Kur është besimtar i pasën, do të thonë që ky tash do të më shpenzua u dhe për mbi u. Kush do që është i pasën, falyasta'fif, në t'i ban shpenzimet të kontrolluara. Nëse në ajet tjetër Allah subhanahu wa taala thotë për t'i jepte Allah subhanahu wa taala njerëzve, ata e keq përdorin. Dhe pasunikëve që ju ka dhënë, Allah subhanahu wa taala nuk dëshiron që ata me keq përdor, por duhet me shpenzuar në proporcion me pasunien që e kanë. Edhe për shpenzimet e ushqimit, edhe për shpenzimet e veshjes, edhe për shpenzimet e banimit, ata që kanë më shumë pasuni, duhet me bënë në përputhje me pasunien që e kanë. Për shembull, ka shumë pare, e hanë bukën shumë dopt, kjo është gabim. Kjo duhet me pas ushqimin në barazim me kapacitetin që e ka. Ka shumë pasuni, ti e shativisht shumë vjetra, kjo nuk është në rregull, duhet me pas me apërshtat pasunisë që e ka dhe veshjen, edhe banimin. Ka shumë pasuni, banimin e ka shumë keq, nuk duhet kështu. Duhet me ba një mesatare. Po men kana faqiran falyakul bil ma'ruf, edhe e tjetra, kurdo që është pasuni fukara, duhet më mënu me përshtat në basë nivellit vetë që e ka. Fukara s'ka buk me harë, nëna e makirin sikur me bukon milioner. Kjo keq, gabim. Yarhamkallah. Ose është fukara, gjonat shpijen e lenkesh, për me bjesë gjonat tesha me cilat dënë më livdu para njerëzve. Kjo është gjithashtu keq. Duhet me përshtat edhe fukaraja, veshjen e vetë, ushqimin e vetë, edhe banimin e vetë me ata që e posedon. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. Kush është pasunik, pasunin e vetë me ta bën me kontroll, mos shpenzon kot, dhe kush është fukara, në jeton në mundësinë e pasunisë vetë që e ka. Fa idha dafa'tum ilayhim amwalahum, e kur ja dërzoni pasunin që e keni pasur në gjë të jetimave, fa shhidu alejhim, është mirë me dëshmu, se që ka pasuni, deri tash, unë në konë përgjes për ta, për shkak se këta i në konë jetima. Tash këta i në rritë, pasunien i në dëshmitar që e ku ndërzu. Dhe ma, nuk ka përgjësi për këta. O kefa billahi hasiba, me efton që Allah subhanahu wa ta'ala ka me edhe në logarin. Hadithën e stakë për Jambiri sallallahu alaihi wasallam, kur ka folë për ata cilët kujdesin për jetimat, ka thonë me edhe ai që kujdesit për jetimin, jena sigur këta dy gishta dhe ka bo me dorë, me gishtën e vetë regusë dhe gishtën tjetër. Për këtë lusim Allah subhanahu wa ta'ala që
në gjitha përgjithësi, cilat të kemë me kom drejt ashtu sikur që don Allah, dhe ashtu që ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.